Mi mbrëma të ndëruar shikues se ju adhurues të basketbollit, ju përshëndes direkt nga Pallati i Rinisë së Sporteve në Prishtinë me duelin ndërmjet Sigal Prishtinës dhe vllazënimit të një ndeshje jetike për të dyja skuadrat, të cilat dëshirojnë të ikin fundit të tabelës përderisa paraprakisht Rahoveci 0-29 pësoj disfatin nga Trepça, edhe pse shpresuan për një fitore eventuale. Tashmë, duelin ndërmjet Sigal Prishtinës dhe vllazënimit do të jetë flak në vete. Që startuese tashmë në fush, Bailey Burns, Ismaili Sinani Williams startojnë tek Sigal Prishtina, në anën tjetër tek vllazënimi startojnë Reed, Gordon, Helms, Koshi dhe Dasyla. Që të dy dhe do të shohim kush do të marrë fitoren shumë të rëndësishme të këtij edicioni. Topi parë në duart e Gjakovarëve. Arati është ati Koshi. Burns, debërtan, realizon dalet edhe me faul. Topi vjedhur i rënd Dasyles, mbrojtje mjaft e mirë e tij, nisën në kundërsul. Burns. Edhe ajnë dalet në gjysmë distancë, realizon DeAndre Burns, gjithçka baraz. Vjen tentimi për 3 pikë. Vllazënimit Helms e kthen tek Joranej. I përgjigje trishës së Diana Gjosajt. E Gio Bailey shkon aj pasim, edhe pse pretendoj për një gjuajtje. DeAndre Burns tek e Gio Bailey, i cili realizon. Do të luftojnë që të dyja skuadrat deri në sekundat e fundit në këtë ndeshje jetike, nërsa shohim trajnerin Durant Hana mjafti nervozuar. Ziggy Reed. Dalet në gjysmë distancë, nuk qëllon Gordon edhe njerë në kësh. Arrin të realizon Andrew Gordon. Erin Todd. Lomax para ti. Todd. Edhe njerë është i sakt. 12 pikë të ti. Erin Todd. Nuk shënon kësaj radhe, por nuk ka problem. Andrew Gordon është aty për të e përmirësuar. Bailey. Gjosaj do të gjuan edhe njerë Diana Gjosaj. Shkambasimi të Diana Gjosaj. Realizon, dalet edhe me faul. Kok më kok po luftojnë të dyja skuadrat. Bukur ai top tek Williams nga Bailey. Vllazënimin të marrë edhe avantazhin. Bukur ai top tek Dasyla, i cili realizon. Morina e gjenë debërtimi, nuk qëllon, por nuk ka problem. Derrico Williams është aty për të e përmirësuar. Lomax tek Gjosaj. Pasimi plotësisht i gabuar direkt në duart e Ziggy Reed, i cili realizon. 24-20. Lomax. Vize bukur e ti. Shkon deri në fund realizon. Dasyla tek Joranej shyni blokadën e Derrico Williams. E merë topin Altin Morina që ndaj gjithçka. E kthen tek Alex Lomax. Sigal Prishtinës. E topin DeAndre Burns. Jacob Helms, bukur tek ati Koshi, i cili realizon. Sinani tek Bailey, gjen tentimi e Gio Bailey. Gjen debërtimin jo dhe pikët, por është aty nga plani i dytë e Gio Bailey. Helms, atik Koshi, realizon për 3 pikë. Ziggy Reed për një tjetër treshe, mbetet e shkurtër gjuajtja. Andrew Gordon. Bukur tek Joranej, haruar. Përgëzuar Bailey për këtë veprim. Ati Koshi do gjuan për 3 pikë. Kapiteni në flak në këto qaste. Gjen hapësirën në depërtimit, por jo. Edhe gjuajtjes të bën e Gio Bailey, i cili qëllon. Jerry Cole. Helms realizon, dalet me faul. Kruki, e kthen tek Bailey a top. Blokohet edhe njëra e gjuajtje nga
Joranej në mesin e 3 lojtarëve Lomax. E blokoj një herë, por në të dytën sheni ngulitjen e Edgio Bailit. Reed, Andrew Gordon realizon daljet edhe me faul. Do tjetë edhe në vjen e quajtjes së lirë. 64-70-23. Syla tek Hellum, si cili edhe njerë është i sakt. Andre Burns arrin shkon deri në fund kësaj rade për qëlluar nga Prishtina. Dhe Burns nuk po heziton të tenton. Ziggy Reed në anën tjetër. E qëllon trishën. E shojmë trajnerin Dubljevic. E shikoj DeAndre Burnsin se qka bëri para prakisht. E gjërat po ecin mirë tek skuadra e vllaznimit që tashmë e ka përsi shkel vjen. Gjosaj do të tenton edhe njerë për treshe. Shkone. Do të tenton për treshe. Shkone edhe kjo treshe. DeAndre Burnsit. Jericho Hellum te gati kushi që gjuan për 3 pikë kapiteni. Vllaznimi e merr fitoren e shumë kërkuar sonte. Gjakovarët e lanë zemrën në parket në pjesën e dytë, ndërruar shikues, duke marrë fitoren që i komplikon gjërat plotësisht në fund të renditjes tabelare tashmë.